Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë mirë, po edhe me biseda në studio dhe lidhje direkte. Pas pak do të kemi një lidhje direkte me zëvendës drejtorin e policisë për verinë e Mitrovicës, Veton Elshani, me të diskutojmë për situatën e sigurisë në verinë e Mitrovicës, mirë, po edhe për një aksion që është realizuar sot në Zubin Potok, atje ku policia e ka kryer këtë aksion, dhe pas pak do të mësojmë se për çfarë është kryer ky aksion në Zubin Potok, e po ashtu të vlosëm edhe për prezencën e policisë së Kosovës në urën e Ibrit. Kurse në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim për zhvillimet politike në vend, ku vendi i Kosovës madje as nuk po mblidhet në përpjekjen e tyre për të konstituar Kuvendin e Kosovës. Për këtë çështje sot ka folur kryesuesi Zoti Dehari, i cili ka thënë se nuk do të aftoj këtë seancë përderisa nuk do të ketë një marrëveshje politike në mes partive parlamentare. Për të diskutuar për këtë çështje në pjesën e dytë të emisionit frontal, pra do të flasim me Albatros Regjen. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithë është titulli kryesor. Kryesuesi Avni Dehari thotë se do të ftojë seancën kur të ketë marrëveshje, opozita paralajmëron veprime. Policia e Kosovës po vendoset gradualisht në urën e Ibrit, kërkohet që politika të mos përfshihet në këtë çështje të sigurisë. Supremja e hodhi poshtë ankesën e vetëvendosjes për biletat kundër përparim Ramës, këto ankohen në apel. Speciale vendosë që Hashim Thaçi të mbetet në paraburgim deri në shpalljen e gjykimit me 16 shtator. Emisionin frontal për sot e nisë me Kuvendin e Kosovës, e cili nuk ka arritur të konstituohet, dhe për këtë arsye dyert e Kuvendit e Kosovës dhe të Parlamentit janë hapur për mërgjimtarët, të cilët që nga dje sot mirë, po do të kenë mundësi edhe nesër që të vizitojnë hapësirat e Parlamentit dhe atu takohen edhe me deputet të Kuvendit e Kosovës, të cilët kanë dështuar që ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës në bazë të afatit që ka përcaktuar gjykata kushtetuese. Mirë, po nuk dihet ende se kur do të thirret vazhdimi i kësaj seance, për shkak se kryesuesi i Kuvendit të Kosovës Avni Dehari ka folur për këtë çështje dhe ka thënë se seanca do të thirret në momentin kur partitë politike do të merren vesh mes veti. E marrëveshja mes këtyre partive politike duket ende larg. Ligjvendësit nuk u pa brenda sallës që nga dita e shtunë. E në vendet e tyre po qëndrojnë mërgjimtarët, të cilët po vazhdojnë vizitat në institucionin shtetëror të Kosovës. Nga qëndrimi këtu nuk po hezitojnë të shpërndajnë edhe mesazhe. Arabi largu krejt, arabi kurdët më të mirë, sepse po sta se as të s'ka pyetje për këtë. Çështjen politike shohim natë mënyrë që nuk kemi çka shtojmë asgjë pa më tepër deklarata ose mendime, megjithëse që kërkojmë që sa është e mundshme, sa më shpejt të krijohen institucionet e shtetit. E ndërkohë, ai që e ka në dorë të thërrasë seancën për konstituimin e Kuvendit, thotë se pa një marrëveshje do të ishte e kotë të mblidheshin prapë. Seanca e radhës do të thirret sa po të ketë një marrëveshje për zgjidhjen e krizës. Se kështu pa një marrëveshje nuk ka kuptim, pa atë seanca vetëm për formalitet. E në Kuvend qëndroi edhe ministrja në detyrë e tregtisë Mimoza Kusari Lila. Kjo nuk hezitoi të shprehë qëndrimet politike. Megjithatë nuk ka alternativë tjetër përpas dialogut politik, arritjes së marrëveshjes politike dhe pranimit të drejtuesve të subjekteve liderëve politike partijak të Republikës së Kosovës, se veç të ulen, të dakordohen dhe të kemi një orar e afat edhe të konstituimit të Kuvendit, të votimit të qeverisë, të zgjedhjes së presidentit. E mospranimi takimeve për konstituimin e institucioneve paraqet më shumë shkelje të besimit sipas saj. Kur do të mbushet kjo sallë me ligjvënës, tregon deputeti i zgjedhur Ilir Kërçeli. Sa i përket thirrjes së seancës së re, siç keni dëgjuar edhe nga kryeministri Kurti, ne jemi në pritje të një takimi me partitë, me subjektet politike për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të gjitha opozitat e institucioneve të Republikës së Kosovës. Dyert e Kuvendit të Kosovës do të jenë të hapura për vizitor deri të mërkurën.
Ndërkohë pra ende nuk dihet se kur do të thirret seanca konstituive për shkak se nuk ka një marrëveshje parapraken mes partive politike. Mirë po partitë opozitare i kanë bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje që ta ftoj dhe pra ta thrasë seancën konstituive, ndërkohë lëvizja vetëvendosje insiston që fillimisht të ketë një pajtim mes partive e më pas të thirret kjo seancë. Mërgjimtarët kanë zënë vendin e tyre, e deputetët që s'arritën ta konstatojnë kuvendin, larg foltores së parlamentit, po akuzojnë partitë rivale për ngërçen që është futur Kosova. Deputetja zgjedhur e PDK-s fton lëvizjen vetëvendosje ta thrasë seancën e papërfunduar. Kërkojmë nga vetëvendosja që të fillojnë seancat e tyre, anise e kanë shkelur kushtetutën dhe vazhdimisht janë duke kthyer këtë në normalitet, për të cilën më të vërtet shqetësimi është shumë i madh. Kështu që ne kërkojmë që ta fillojnë seancën konstituive, i kanë votat dhe nuk duhet që të ketë arsyetime. Por nga aleanca konsiderojnë se çdo veprim i kuvendit do të ishte antikushtetues. Është e vërtetë që çdo veprim që mirret tash tutje është antikushtetues. Ne e dimë shumë mirë se si shkon procedurat në kuvend dhe nuk është diçka e padijshme për neve si deputet, por edhe për të gjithë ata që janë të informuar rreth kuvendit. Lëvizja vetëvendosje që ka obligim thirrjen e kësaj seance, po kërkon dialog me parti tjera para se deputetët të mblidhen në kuvend. Unë tash jam deputet i ri dhe mendoj se duhet konstituohet kuvendi, por edhe partitë politike duhet të ulin gjakrat, se para se me njerëz partive ne jemi vllazër me zveti, jemi daj, nipa, kusheri, shok, mik, dashamir dhe nuk guxojmë me po një unitetin në bazë syzave të partisë. Mas pori të një posë bazë syzave të vllavit, e tani ne kemi interesat personale, çdo njëri parti politike kanë programin e vet, ai që fiton duhet me u respektu. Deputetët nuk janë thirrur në seancë që nga e shtunja, ku mbledhja përfundoi ashtu si pakush e kishte pritur. Pra, Kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituar, mirë po deputetët e Kuvendit të Kosovës janë betuar për të qenë deputet të arshëm të parlamentit dhe në këtë rast, momentin kur ata bën deputet, ata në bazë të një vendimi të gjykatës nuk kanë të drejtë të ushtrojnë edhe detyra tjera, siç janë shumica e lëvizjes vetëvendosje të cilët njëkohësisht janë deputet Kuvendi i Kosovës e po ashtu edhe ministra në qeveri në detyrë. Mirë po, një pozitë të tillë mban edhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albolina Haxhiu, e cila është betuar si deputete e Kuvendit të Kosovës. Mirë po, këtu nuk ka shkelje, për shkak se Eugen Cakolli ka thënë se ajo mund të vazhdojë këtë mandat, pra duke qenë edhe ushtruese e detyrës së presidentes, përderisa Kuvendi ende nuk është konstituar dhe nuk është zgjedhur kryetari i ri Kuvendit të Kosovës. Deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës. Një betim i ri, një mandat tjetër. Betohem. Albolina Haxhiu kreu këtë procedurë në Kuvendin e Kosovës të enjtën që lan pas. Pavarësisht kësaj, ajo nuk e ka lënë funksionin e ushtruesës së detyrës së presidentes. Sipas ulëmtuesit të KDI-s, Eugen Cakolli, betimi nuk është ai që e përcakton momentin e marrjes së mandatit të deputetit. Deputetët mandatin e marrin që nga momenti i certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra çështja e betimit nuk është se përmbyll marrjen e mandatit si tillë. Deputetët bëhen deputet në momentin kur KQZ-ja i certifikon rezultatet e zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim zonja Haxhiu ka marrë mandatin si deputete që në muajin korrekt kur KQZ-ja i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. E sipas tij, në rrethonat aktuale nuk ekziston një pozitë tjetër kushtetuese që mund të marrë funksionin e ushtruesit të detyrës së presidentit. Në situatën e tanishme nuk ka asnjë pozitë tjetër kushtetuese në vend e cila mund ta marrë funksionin e ushtruesit të detyrës së presidentit. Andaj rrjedhja vetëm e logjikshme dhe kuptueshme në këtë situatë mbetet që zonja Haxhiu ta ushtrojë atë dhe këtë ka mundur ta bëjë jo vetëm për shkak se është bërë deputete, por edhe sikur të mos zgjedhej fare deputete, që të mbante pozitë tjetër apo të mos garante fare në zgjedhje, ajo do të vjonte ta mbante pozitën e ushtruesës së detyrës së presidentit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit. Por për një gjë është i nevojshëm sqarimi nga gjykata kushtetuese. Është e nevojshme që gjykata kushtetuese të ofrojë qartësi mbi atë se çka ndodh tash kur nuk kemi kuvend të konstituar brenda një afati kushtetues,
që unë besoj do ta zgjidhte jo vetëm krizën aktuale cilën e kemi, por do të ofronte rrugdalje edhe nga situata sa i përket ushtrimit të detyrës së funksionit nga ana e zonjës Haxhiu apo cili do kryetar të ardhshëm të kuvendit. Sakolli sqaroi se Haxhiu do të vazhdojë këtë përgjegjësi deri në përmbylljen e procesit të konstituimit. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për prezencën e policisë e Kosovës mbi urën e lumit Ibër. Policia e Kosovës pra është vendosur gradualisht në urën e Ibrit, mirë po kërkohet që politika të mos përfshihet në këtë çështje të sigurisë. Aty ku në vazhdimsi vrehej prezenca e misioneve ndërkombëtare të sigurisë, po nis ngadalë tranzicioni. Policia e Kosovës do të jetë garantuesi qetësisë e stabilitetit të ura Ibrit, dhe jo vetëm. Ky ndryshim po ndodh gradualisht sipas zëvendësdrejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Situata mund të konsiderohet jetë delikate për arsye se mund të ketë ndonjë vendim politik e cila mund të sjellë deri tek nevoja për ndonjë intervenim nga ana jonë. Po çka është më rëndësishme me thonë që policia e Kosovës ka çështje në secilin vend të Veriut Venit, dhe në rast se ka nevojë me ndërhy, atëherë dhe ndërhy. E për këtë një kërkesë pati edhe ish koloneli Afrem Veseli, i cili në emisionin Kosova Live bëri thirrje që të mos abuzohet me zhvillimin. Mos të abuzohet me këtë që kemi arritur. Unë i përmena herojt e heshtër, o mishtemi, unë i drejtor vështetare të Republikës. Gjithërë them, Zoti, UÇK-ja dhe Amerika, tash në kohë paqe, se UÇK-ja ka përfunduar misionin e vetë në qershor, në të 99-ës, edhe kjo arritur është mbështetje ekskluzivisht e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E ky tranzicion konsiderohet i arsyeshëm edhe nga eksperti i sigurisë Nuredeni Bishi. Edhe normal në këtë rast flasim për manastirin e Deçanit, që shpejti do të kalon në sigurim në formë të tranzicionit, edhe urën e Ibrit që ka qenë më tepër më tepër politike e ekstremistëve serbë dhe normal politikës fuqishme që ta marrin presion Kosovën. Sipas tij, ekzistojnë kushtet për kalimin e përgjegjësive te policia e Kosovës edhe për manastirin e Deçanit. Ndërsa pjesa e manastirit Deçanit, kjo tregon pas zbatimit të vendimit që ka kushtetuese për aspektokës kushtetuese, tani nuk ekziston asnjë arsye që mos të ketë një tranzicion të detyrave. Ndërkohë KFOR-i ka bërë të ditur se procesi do të jetë gradual dhe do të zhvillohet në varësi të kushteve të sigurisë në koordinim me institucionet e Kosovës, organizatat ndërkombëtare, Policinë e Kosovës dhe EULEX-in. Pikërisht në veriun e Kosovës, sot është zhvilluar një aksion i policisë Republikës së Kosovës për të kuptuar më shumë lidhje me këtë aksion. Në lidhje direkte kam zëvendësdrejtorin e policisë për veriun e Mitrovicës, zotin Veton Elshani. Përshëndetje Veton. Përshëndetje edhe ty Asim. Moti si jemi para, si jemi dëgjuar. Për nuk është vonë. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal, pra edhe është lajmi për një aksion që është zhvilluar, nuk e dini se ka përfunduar ky aksion apo është duke vazhduar. Jemi në vazhdim e sipër, jemi disa bastise duke zhvilluar lidhur me mundësinë që kemi që të hasim në armë ilegale, në mbrojtje pa leje. Mirë po deri tani nuk kemi ndonjë person të arrestuar, kemi disa intervistime që kemi bërë, por më shumë nuk kemi diçka për me thonë. Ndërkohë, pra aksioni është për mbrojtje pa leje, janë gjetur armë apo është duke vazhduar aksioni për të gjetur ato? Një herë për një herë nuk po flasim për ato që kemi gjetë, jemi në vazhdim e sipër është operacioni. Pasticje kemi zhvilluar në disa lokacione, disa persone kemi intervistuar, po nuk ka diçka tjetër. Këta persona që e intervistuar janë ata të cilët dyshohet që kanë armë, posedojnë armë apo? Po zakonisht ata merren në pyetje, nëse ka armë pa leje ose persona me interes për ne. Aksioni është raportuar se ka filluar qysh herët, po vazhdon edhe këto në momente, i bie që është një aksion i gjerë. Po kemi hyrë në disa fshatra, kemi disa lokacione, që ne jemi duke i bastisë. Ky aksion është realizuar për shkak se dikush ka njoftuar që pra qytetarët atë pjesë kanë armë, apo si ka rezultuar? Zakonisht në veri të vendit kemi shumë informata që pranojnë nga qytetarët ndryshëm.
edhe kjo bëhet në bazë të informacioneve që ne pranojmë. Nuk është diçka e jashtëzakonshme që ne të bëjmë verifikime të lokacioneve të ndryshme për armë pa leje. Në veri të vendit ka pas shumë armë pa leje. Tash konsiderojmë që nuk paraqet ndonjë problem për neve për me ndërhyj edhe me hy, kudo që ne pranojmë informata që gjërat e tilla të paleshme dhe gjile. E vërtetë fakti që qytetarët në atë pjesë ju njoftojnë, ju raportojnë, kjo tregon edhe për besimin që kanë qytetarët serb për policinë e Kosovës. Në fakt po, sepse informacionet e sakta që ne i pranojmë nga qytetarët shtetas kosovarë përkatësisë etnike serbe, sepse në veri të vendit shumica e popullatës janë serbë, kosovarë përkatësisë etnike serbe. Shqiptarët kanë pak më pak informata për arsye se edhe me numër më pak edhe në koncentrum në zona tjera. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qytetarë, kemi shumë njohuri për ta, njohim shumë nga ta, edhe është kriju një besim i mirëfillt tek ne. Mirë, po jo vetëm për këtë mbajtje pa leje, po edhe dhunë familje dhe informata të tjera, prishje të rëndë dhe qetësisë publike, lëndimet lehta, trona trupore, të gjitha këto gjirjet ndryshme që ndodhin, kemi shumë informacione që ne pranojmë nga qytetarët. Dhe kjo tregon për një gjendje, për një realitet të ri në verinë Mitrovicës, dikur nuk ka qenë ky bashkëpunim mes policisë e Kosovës dhe qytetarëve serbë në atë pjesë. Jo, nëse e krahasoj me vitin 2022, se nuk po shkoj më herët se nuk kam shumë njohuri për atë, po në vitin 2022 për zonë, ne nuk i kemi njoft asnjëherë, rrugën ku kemi ardhur prej Istogut për zonë Syrigonës, atje kemi ardhur deri në Zubin Potok, nuk e kemi ditë kush janë banorët në të majtën djathtë, tash kemi njohuri për gjithë, i njohim të gjithë, kemi shumë informata për ta, ata i informojmë për veprimet tona që ne i bëjmë, nuk ka friksime, nuk ka diçka shqetësime nga ona qytetarëve, sepse ata dinë që ne i kryjmë punën tonë. Është një realitet krejt tjetër, kemi shumë informata, nëse në vitin 2022 ose 2023 na është dashur një javë me verifikuar informata, tash na vjen një telefonatikon, edhe e gjojmë. Rastin që ju e dini që ka ndodhur këto që janë 3 rreza masive të cilat janë duke u punu, kjo nuk është gjetë rastësisht, sepse është bëni me qujtë kështu një shtresim i mirë, i toks nga ona jonë në mënyrë që me hetues të krimeve të luftë dhe programe speciale me pas shumë sukses në punën e tyre. Kjo që është një sukses i pamohshëm. Absolutisht është një sukses, sigurisht edhe një ndjenjë shumë e mirë, sidomos për familjarët e cilët i presin, pra duan të dinë diçka për fatën e familjarëve të tyre. Pra edhe ky, pra gjetja e këtij varri masiv që pra për cilin është angazhuar policia e Kosovës është si rezultat që banorët serb kanë raportuar, kanë treguar se ku dyshohet se është ky varr masiv. Po t'jeni të sigurt që shqiptarët nuk e kanë ditë. Ne kemi grupuar në shumë vende, prej që kom ardhur në këtu, në disa vende, 4-5 dikun, kemi pranuar shumë informata të ndryshme në vende të ndryshme, kemi sjellë bagerat, mjet mekanizmat për më ardhur dhe me grupu. Nuk kemi pas sukses deri tani, mirë po hetimet kualitative të krimeve të luftë, drejtorisë inteligjencë analizës, të prokurisë speciale, ato kanë sjellë deri te ky rezultat që me pas këtë sukses. Mirë po përsëri po e them, puna jonë në teren është stresu mirë, është bërë një shtesë mirë, rrugës që hetues mandej me kalu në mënyrë të sigurt në për to, dhe me pas mundësime të diskutu me dëshmitarë të mundshëm, me viktimat të mundshme, apo me të dyshim. Po, a ka edhe pengesa krahas pra bashkëpunimit që ka, sidomos po flas për këto varrezat masive dhe trupat që dyshohet se janë atë pjesë. A ka krahas ndihmës që kanë për ju, a ka edhe pengesa që mund të paraqiten po nga serbët? Jo, nuk ka pengesa, është sikur ky hetë sikur me hetu një rast në Gjelan apo në Prizren apo s'po di nuk viktimat janë ata të cilët kërkojnë, për shembull viktima po i quhet familjarët e gjallë, aty që kanë vdekur, kërkojnë përgjigje, ne vazhdojmë me punën tonë, nëse ka të dyshim ta mundohen mos me tregu punën e vet, mos me tregu bomat e këqija që i kanë bën, dëshmitarët mundohen me gjetë ashtu si duhet, domethënë është punë policore normale që kryhet sikur në çdo vend botës. Apo vazhdojnë pra kërkimet, apo vazhdojnë nga ana e institucioneve të Republikës Kosovës për gjetjen e mbetjeve mortore? Sa unë kam njohuri po për arsye të delikatshmërisë rastit, prononcohen veç krimet e luftës dhe prokuria speciale, ne nuk jemi të lirë për me diskutu ma shumë diçka, po e dim që janë duke u zhvilluar punimet. Ndërkohë për diçka që besoj që ju keni mundësi me fol pak më shumë është prezenca e policisë në mbi
urën e lumit Ibër, diçka që po ashtu ka munguar më herët? Në fakt nuk ne kemi qenë aty në spaku një vit e diçka, me siguri ka që ne jemi te rreth rrotullimeve i venit, nuk është diçka e jashtëzakonshme, ne nuk kemi ndryshuar kurrë prezence, jemi veç duke kryer punën tonë, zakonisht ka pak më shumë punë korrekt e gusht kur vinë këta bashkëtetarë tonë për jashtë, mundohemi që mos me ilan me provoku situatën, mos me pas nxitje të urrejtjes, puna me u kry që duhet. Nuk është që flamuri me Shqipërinë është ilegal, flamuri i Shqipërisë, flamuri jonë nuk janë ilegal, janë sikurse ai i Serbisë është legal, mirë po varet se a nxit urrejtja apo jo, dhe ne obligohemi që me rujt rendin dhe qetësinë publike. Edhe aty kur e pati kryetari në komunë, po zonë kur puna me arrestu, nuk është që ne nuk e respektojmë një vendim caktuar, po ne derisa nuk kishim vendim final, ne morrim vendim që mos më ardhej të prishja e rendit të qetësisë publike. Nëse një entitet e merr një veprim, ka mundësi me pas një kundërreagim nga një entitet tjetër, të që ne vetë jemi duke zbatuar ligjin. Ndërkohë, para 2-3 nete, po më duket është mbajtur një koncert, një këngëtar shqiptar ka kënduar në pjesën Verurit Mitrovicës, një numër i madh qytetarë kanë marrë pjesë në këtë festë, ka pasur edhe deputet Kuvendit Kosovës. A pat eventualisht ndonjë provokim nga pala tjetër gjatë kësaj feste? Jo, nuk ka provokime, u kry puna provokime, nuk ka, ai që bën provokime ne morrim me Buzenburg, edhe merrem me atë parë çështje. Po nuk është diçka se nuk është koncert, ai ka qenë një manifestim, një ndaj, kështu me thujë, që ka organizuar një lokal aty, nuk është diçka e zakonshme sepse edhe lokalet Manalt kanë organizuar ndjenja të tilla dhe ne nuk i kemi penguar. Aty në fakt më shumë komuna merret me ato çështje leje ato, për ne është rëndësi rendi dhe qetësia. Po zonë për vikend, nëse është ora 12, ora 1 gjys natë nuk bën me pas zhurmë, edhe nalet ajo muzikë duhet mos me shkaktu zhurmë, kështu që ajo është përfill, çdo gjë ka qenë rregull, nuk e kemi marrë problem absolutisht në fakt, arsim kemi marrë një pozitë ku ne edhe komunikatat për media, për shembull kur i lëshojmë, nuk e thoj më si që kemi thonë përpara një moshkull kosovar, serb, një moshkull kosovar shqiptar, na thojmë viktima i dyshimtit dëshmitari. Ka ndodhur ky rast, kanë kaluar më sepse kemi qenë në një farë pozite ku 4 vjet rrehen mes veti një lokal të dehun, një serb, një rom, një bosnjak, një shqiptar, më shumë na u dashke punë aty me tregu kush çka është, çfarë etnie ka, se sa në fund ke puna të gjithë shok. E jarona po të pit tokë, që u rrashin në veti. Edhe kështu që kemi ikë dorë për asoj teme të tje, na veç e krymë punën tonë, edhe qytetarët e kanë kuptuar që ne nuk kemi aty as mirujt shqiptarët, nga serb, as serb nga shqiptarët. Na jemi me zbatu ligjin. Qytetarët e Kosovës. Na jemi me zbatu ligjin. Na jemi me zbatu ligjin, se aty mund shumë pas është jetas tuj, që vinë turista, edhe në zbatojmë ligjin e Republikës Kosovës. Ai i cili përshtatet me ligjin e Republikës Kosovës vjen në rregull. Vetëm po thu që edhe turistë nga vende të ndryshme po vinë Verit Mitrovicës, a? Po shohim ka nis. Beton, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Arsim, falenderit juve. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Ish presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi do të vazhdojë të qëndrojë në paraburgim deri në shpalljen e gjykimit në rastin e përbashkët ndaj tij, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues së dhomave të specializuara në Hag ka refuzuar kërkesën për lirimin e Thaçit dhe ka vendosur vazhdimin e paraburgimit të tij. Ky është vendimi 27 për vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj ish presidentit. Në vendimin e datës 10 gusht, trupi gjykues ka vlerësuar se aktualisht nuk ka informacione të mjaftueshme për të konstatuar se Thaçi do t'i shmangej drejtësia në rast se do të lirohej. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për vendimin e Gjykatës Supreme, e cila ka hedhur poshtë ankesën e lëvizjes vetëvendosje për biletat kundër përparim Ramës. Qarkullimi me autobus po vazhdon. E udhëtarët tash po paguajnë çmimorën e re shërbimin. Për këto kosto të biletave, lëvizja vetëvendosje në Prishtinë i u drejtua Gjykatës Supreme. Por këta të fundit vendosën që ta refuzojnë lutjen që shtrejtimi i biletave t'i nënshtrohet një masë të përkohshme.
Ne do të vazhdojmë ballafaqimin në gjykatën e apelit dhe do të bëjmë të pamundurën që ky vendim të zhbëhet, sepse një vendim i tillë për rritjen e çmimit të autobusëve, pa sjellur plot të rritë autobusëve, pa përmirësuar infrastrukturën rrugore për trafikun urban dhe për transportin publik, është vetëm vështirësim i jetës së qytetarëve pa marrë asgjë në këmbë. Por çfarë nënkupton juridikisht refuzimi i masës së përkohshme? Krahas padis, pala mund të paraqes edhe propozim përmes të cilës i kërkon gjykatës shtyrjen e ekzekutimit të vendimit në fjalë deri në vendosjen përfundimtare të gjykatës. Dhe në këtë rrethon kemi refuzim të kësaj mase për palët, pastaj kanë të drejtë që ndaj këtij akti të ushtrojnë ankesë në rastin konkret në dhomat e shkallës së dytë të gjykatës administrative. Ndërkaq, për këtë çështje, shefi i grupit të asamblesëve të LDK-s nuk ka dhënë koment, duke thënë se në këtë rast ka folur gjykata. Por përplasja mes asamblesëve të LVV-s dhe kryetarit të Prishtinës përpara Rama tashmë ka marrë edhe dimension tjetër. Nga LVV-ja thonë se përveç kundërshtimit të vendimit për biletën, kanë bërë kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj Ramës dhe shefit të kabinetit të tij. Kjo për pretendimet me legalizime të jashtëligjshme. Ne kemi dërguar në prokurorinë speciale një kallëzim penal në raport me kryetarin e komunës Prishtinës përpara Rama dhe shefin e tij të kabinetit Florent Maliqin në lidhje me legalizimet e jashtëligjshme për shkak të disa komunikimeve që i kemi pranuar. Në vazhdimsi nga kryetari Rama kemi marrë sulme dhe ofendime të ndryshme. Sa i përket rastit të keqpërdorimeve dhe rishfetit në legalizime në Prishtinë, ne do të ballafaqohemi me kryetarin Rama sepse një kryetar i tillë nuk i duhet kryqëzitet. E as për këtë çështje nga LDK nuk pranuan të flisnin. E vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për fruthen i cili ka kaluar në shifra alarmante 120 raste të fruthit në Kosovë veç këtë vit, gjatë 5 më shumë se vitin e kaluar. Një sëmundje infektive që në të kaluarën paraqitej me raste të kufizuara, këtë vit po shfaqet nëpër masa shumë shqetësuese. 112 raste të fruthit janë regjistruar gjatë këtij viti, 47 më shumë se sa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas profesionistëve shëndetësor, rritja e rasteve lidhet kryesisht me rënien e vaksinimit të fëmijët. Në momentet kur bjen pak, do të thotë interesimi ose bjen statistika e përqindjes së pjesëmarrjes në vaksinim, atë normal që fillon edhe shpërthimi i smundjes. Grezda thotë se mosvaksinimi është nxitur edhe nga paragjykimet dhe informacionet e pavërteta që janë shpërndarë ndër vite, përfshirë pretendimet se vaksinat mund të ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve. Por pasojat e mosvaksinimit sipas saj mund të jenë serioze. Organet e para vitale që mund të atakojnë mund të qenë organet e frymarrjes, do thotë me fitu një kallje të rëndë të mushkënive, mundet mu ataku dëgjimi, do të thonë veshi, mundet mu ataku syri, sepse syri shkaktohet një inflamacion i rëndë i syrit, i cili do të thonë mundet edhe me godit edhe të pamurin. Mandej, çka është pasoja më e rëndë është encefaliti, apo në gjuhën mjekësore, apo në gjuhën tonë është kallja e trurit. Për gazetarin në shëndetësisë Bujar Vitia, shqetësim nuk paraqet vetëm mosvaksinimi, por edhe vonesa në marrjen e vaksinave. Sepse përveç mosvaksinimit është një problem tjetër, vonesa në vaksinim, shtyrja e periudhës së vaksinimit, gjë që po ashtu është një problem vete. E përgjithësinë për këtë situatë e sheh edhe te institucionet. Institucionet, Ministria e Shëndetësisë nuk është se janë marrë shumë me fushatave dësimi sa i përket vaksinimit. Mirë po prej pandemisë e tutje, ne e dim që ka ra ndjeshëm interesimi për vaksinim, për shkak të lajmeve të rrejshme, informatave të rrejshme. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë bërë të ditur se numri më i madh i rasteve është raportuar në Prishtinë me 37 raste, pasuar nga Fushë Kosova me 29 raste, Ferizaj me 12 raste, Kaçaniku me 7 raste dhe Obiliqi me 6 raste. Nga 3 raste janë raportuar në Drenaz dhe Lipjan, ndërsa 2 raste në Gjilan, Skenderaj, Shtime, Shtërps dhe Vushtre. Nga një rast është raportuar në Deçan, Graçanic, Podujev dhe Viti. Flasim tash për shoqatën e prodhuesve, të cilët sot kanë mbajtur një konferencë për shtyp dhe janë ankuar për trajtimin që bën Ministria e Bujqësisë. Ata kanë thënë se edhe produktet që vijnë nga jashtë kanë përmbajtje të vajte palmes, mirë për produktet që prodhohen në Kosovë, Ministria nuk lejon që ta kenë.
produkte të njëjta e prodhues të ndryshëm. E përmbajtja tyre identike nuk po ka ndikim që të lejohen njësoj të jenë të qashme për konsumatorët. Kështu të paktën thonë nga shoqata e prodhuesve. Referuar përmbajtjes me vajin e palmës e diskutuar shumë javëve të fundit. Ju për i shini të gjitha këto produkte, sigurisht mesin e tyre ka dhe shumë produkte që s'kemi arrit me i sjell në tavolin, e që shien çdo ditë në raftat e marketave tona, të cilat produkte, sipas vendimit fundit të Ministrisë së Bujqësisë, lejohen të importohen i njëjti produkt me përbërje të njëjtë identike. Lejohet të importohet nëse vjen në import, po i njëjti produkt nuk lejohet të prodhohet në vendin tonë e as më pak edhe të eksportohet nga vendi jonë. Madje prezenca vajit të palmës në Evropë ka bërë të domosdoshme përdorimin e tij edhe në produktet vendore. Në ndërkohë po thojmë që ky produkt është kancerogjen, ose ky produkt përmban vaj palme, ky produkt përmban kështu, ky produkt përmban kështu. Po janë produkte të cilat s'kan lind në Kosovë, janë produkte të cilat ne i kemi pa tu prodhuar në Bashkimin Evropian, tu prodhuar në shtete tjera, dhe ne kemi rrit konkurrencën në vendin tonë. E kritika për Ministrinë e Bujqësisë dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë ka edhe lulëzim rafuna nga oda ekonomike e Kosovës. Sipas tij, ata po prishin imazhin e prodhuesve vendor të qumshtit. Deficiti tregtar për 18,6% e 2022 është kur në 14,4% dhe kërkojmë urgjencën nga institucionet e vendit, këtë rast nga Agjencioni Veterinës së Ushqimit, po edhe ka Ministria e Bujqësisë, që mos të marrin veprime të cilat e prishin imazhin ose krijojnë të pavërteta ose krijojnë edhe panik të konsumatorët. Ai gjithashtu tha se prodhimet vendore janë segment i rëndësishëm ekonomik, duke vlerësuar se janë prodhime me standarde më të larta. Kthejmë në studion e emisionet frontal, ju rikthejmë edhe një zhvillimeve politike në vend, apo mungesës e këtyre zhvillimeve në politiken kosovare. Për të diskutuar për këtë çështje, me mua në studio është Albatros Rixha. Albatros, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që i bjesë emision frontal, do flasim për një situatë që realisht kërkush nuk po di më dhënë përgjigje çfarë po ndodh. Jo, mendoj që situata është e vetë shpjegueshme. Në situata është e vetë shpjegueshme në mendimin tim. Kemi një subjekt politik që i ka fitu zgjedhjet, që po eviton zgjedhjet në mënyrë bindëse për të tretën herë radhazi, dhe po kemi forcat që i kanë humbur zgjedhjet, të cilat në mënyrë indirekte, ta quajmë kështu de facto, nuk po e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Edhe forma që po përdoret për ta penguar këtë implementimin e vullnetit të votuesve është kjo farë vetoja mbi zgjedhjen e presidentit, realisht bojkoti kthehet në veto, ku mos pjesëmarrja në seancë e bllokon procesin. Tash, për mua krejt këtë situatë më së miri e ka shpjeguar Vlora Çitaku. Unë mendoj që Vlora Çitaku e ka tregu sakt esencën e strategjisë edhe të problemit, kur ka thënë ne nuk do marrim pjesë në seancë për zgjedhjen e presidentit, sepse konsiderojmë se nëse krijojmë kvorumin, do të zgjidhet një president, zgjedhja e presidentit ja mundson Albin Kurit dhe vetëvendosjes qëndrimin pushtet edhe për 4 vite të tjera. Kjo është esenca e gjithë problemit. Se ata e konsiderojnë që në asnjë mënyrë nuk duhet me leju Albin Kurtin dhe lëvizjen e vetëvendosjes që t'i ketë edhe 4 vite të tjera dhe forma vetme, sipas zojës Çitaku, është që mos të lejohet zgjedhja e presidentit në rrethonat aktuale. Unë mendoj që kjo është deklarimi Vlora ka treguar arsyet pse nuk do të me qeverisë lëvizja vetëvendosje edhe 4 vjet. Po në rregull, po atëherë alternativa është që ti duhet të shkosh prapë në zgjedhje dhe ajo në farë forme bjen ai argumenti që e përdor për zotni Gruda, e shumë të tjerë që thonë Albin Kurti përdor me na çun zgjedhje, e që përdorin gjithë të tjerë. Esenca është kjo,
që mendimi, strategjia është nëse shkojmë në këso ciklit të tilla zgjedhore, do të arrijmë në një pikë ku Albin Kurti do e humbë shumicën qeverisëse. Kjo mund t'jetë edhe pjesë e një kalkulimi. Albatros, a nisën pej fillimi, do më pej lëvizjes vetëvendosje, tani shkojnë prej më të madhës tek këto më të vogla. Por aty ka një logjikë kjo çka thot Vlora, sepse ajo që e thot Vlora ka kuptim vetëm nëse Partia Demokratike e Kosovës është duke prit kthimin e udhëheqësve të vet nga Haga, edhe që unë uroj që kjo të ndodhë, besoj gjithkush. Uroj që kjo të ndodhë, që kjo pastaj ky kthim e krijon një realitet të ri politik edhe mund të bëjmë zgjedhje dhe mund të ndryshojmë muhabetin. Vetëm në këtë logjik ka kuptim kjo. Por ndryshe kjo s'ka asnjë kuptim. Por a ka kuptim sjellja e Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje në këtë situatë? Pra, është partia më e madhe. E çfarë duhet me bëj partia më e madhe, Arsen? Po me ofru diçka edhe vetë si parti politike, jo me kërku të gjitha edhe mi tha partije politike hajde ne bojna marrëveshje. Mirë po, kryeministrin e kamon, presidentin e kamon, kryetarin e kuvendit. Nuk është e vërtet kjo që presidentin e kamon. Se deklarimi gjithmonë ka qenë ta gjejmë një figurë jo partijake. E cila nuk u gjen as një figurë jo partijake. Edhe tash nuk është obligim vetëm i Albin Kurtit me e gjetë atë. Jo, nuk u gjen as para këtyre zgjedhjeve. Jo, dëgjoj, për shembull, ne patëm atë kandidatën Feride Rushiti, që unë mendoj që domthonë nëse atë difete Jahjaga na doli një presidente e mirë, mendoj që Feride Rushiti do na delë një presidente edhe më e mirë. E vërtet, po mënyra se si u prezantua... Te mënyra si duhet me bezidh këtë, do të thotë, eja, të prezentojmë një emër, do të kemi ju e keni një emër, unë një emër, gjithë një emër dhe po merrem i vesh, është shumë e lehtë kjo. Të kemi dy kandidat, kundër kandidat, që të dy që janë jo partijak, letë fitoj ai që ka mësë shumë të vota, marron kjo muhabet. Kush i prezanto këta kandidat? Le t'i ofrojnë këta të tjerë, le dalin dhe të thonë, shumë e thjeshtë. Le të thonë shumë e thjeshtë, ne nuk të pranojmë këtë kandidat, i kemi disa kandidat të tjerë. Pse s'pi thot Albini propozone, për shkak lidhjes demokratike. Nuk ka thënë 100 herë ka thënë propozone. Jo, në deklaratat ka thënë 100 herë gjitha subjekteve propozone. Dërsa te çështja e lidhjes demokratike e Kosovës duhet me thonë një gjë. Lidhja demokratike e Kosovës, spaku deri tani, nesër mund të ndryshojë, java ardhshme mund të ndryshojë gjanat, ne nuk e dimë. Lidhja demokratike e Kosovës synon që të ketë një president që e kontrollon Albin Kurtin, e kontrollon qeverinë. Edhe tash, kjo është një gjë që nuk ndodh. Kjo është një gjë që nuk ndodh. Pse nuk ndodh? Po nuk ndodh, sepse nuk mund ta... Sepse s'don Albini, Albini do të kontrollojë kjo, nuk ndodh. Do të kemi i president. Çdo është më ndodh për nëse ti e ke një president i cili si mision e ka me kontrollu Albin Kurtin, kjo nuk ndodh. Harrohet më Po veç edhe nëse kiti një mision në këtë rast lëvizja vetëvendosje, pas një president që e kontrollon lëvizja vetëvendosje, nuk besoj që... Ka nevojë me kontrollu, nëse është jo partia, ka thjesht e kryen punën e vet. Domethënë, kompetencat kushtetuese janë të ndame. Ktu e kemi një keq kuptim, sepse Zoja Osmani kur ka qenë presidente, kontrollu nga kur ka qenë presidente e ka kriju një ide të njerëzit që presidenti mund të bivendoset mbi kryeministrin. Presidenti nuk ka asnjë kompetencë të bivendoset mbi kryeministrin. Domethënë, nuk ka asnjë kompetencë. Politikën e jashtme e formon Qeveria e Republikës Kosovës. Politikën e jashtme e menaxhon, domethënë, Qeveria e Republikës Kosovës. Presidenti nuk është faktor në politikën e jashtme, e përfaqëson politikën e jashtme, por nuk është faktor në krijimin e politikës jashtme. Për atë arsye ne jemi republikë parlamentare, nuk kemi republikë presidenciale. Çfarë ka dhënë te presidenti, që ju po thoni nuk ka rol, dikush mendon që e ka një rol. Ka një rol, por nuk e ka rol ekzekutiv, nuk ka rol krijimin e politikave. Politikat i krijon qeveria. Nuk i krijon presidenti politikat. Kërkesa e lidhjes demokratike të Kosovës është që ne po dojmë presidentin, jo vazhdoni me pasë rol në qeveri, dhe me udhëheq ekzekutivin. Pse qytetarët e Kosovës nuk votojnë për presidentin, qytetarët e Kosovës votojnë për kuvendin edhe për formimin e qeverisë. Se s'pi formon Albin Kurti qeverin? Po në rregull tash, pse tash jemi në një situatë jetu dalë tipike, jemi në një situatë që nuk po konstituohet kuvendi. Arsyeja pse nuk po konstituohet kuvendi, në mendimin tim, është shumë e thjeshtë. Kemi forca tjera politike të cilat po e përdorin bojkotin si instrument politik,
cilat thonë, ne të seancën për presidentin nuk shkojmë nëse nuk plotësohen kushtet tona, do më thonë, e kemi fundin e procesit i cili po dihet. Nëse nuk plotësohen kushtet tona, nuk ka kvorum, rrjedhimisht nuk ka zgjedhje presidentit, rrjedhimisht nuk ka presidenti. Pse mos zgjedhë, mos konstituu kuvendi i Kosovës? Tash, në këtë pikë, sepse është përsëritje e asaj që kemi shku më herët. Në këtë rast, nëse kjo është kalkulim puro politik, edhe është ajo që quhet tit for tat në literaturë. Nëse ju po e zgjidhni bojkotin si strategji politike, ne po e zgjedhim një variant tjetër të bojkotit sipas mënyrës sonë që ne kuptojmë nuk po ngutemi, madje edhe ndoshta edhe nuk do e konsumojmë të drejtë. Mendojnë që kanë zgjedh bojkotin se na s'ke marrë. Me faktin që ti e deklaron që në fillim që ne nuk marrim pjesë në seancë, do më thonë, atëherë është të kotë. Edhe partia e madhe nuk po e konsumon të drejtën e vetë. Kjo është një situatë absurde juridike. Tipi blokon konsilimin e Kuvendit të Kosovës për shkak se ndoshta kur të vinë te presidenti ju e blokon. Jo, ata e kanë treguar, nuk është ndoshta. Ata kanë treguar, e kanë treguar këta, punë arsim. Ata kanë thonë që nuk marrin pjesë seancë. Marrë mohabet. E vërtetë kanë treguar. E kanë treguar që nuk marrin pjesë, i kanë deklaruar, sikur të ishim në situatë kur partitë politike nuk i kanë bërë publike qëndrimet e veta, kjo do të qëndronte që thuti. Edhe unë do isha do theja konstituto kuvendin, bëjë qeverinë edhe leje procesin e të rrjedhë. Por, tash jemi në një situatë ku partitë tjera, qartë në mënyrë qartë dhe transparente, unë e respektoj këtë gjë, sepse është transparente, dhe veprimin transparent duhet me respektu, e kanë vendosur kurthin e vetë politik në tavolinë, domethënë ky është fundi i procesit. Partia tjetër nuk po e pranon këtë gjë, edhe nuk po e konsumon të drejtën e vetë, që është për të propozuar kryetarin e kuvendit. Po vetë bllokohet. Nëse ty të nëse i palës tjetër, edhe për kuvend edhe për qeveri. Nëse palës tjetër, po katë është ajo punë, sepse ti me njerë do kalosh te presidenti, prap do shpallën zgjedhjet. S'pako nuk do mund të thush që ti po shkojmë në zgjedhje sepse kështu anë. Nëse fundi i qenkat shkojmë në zgjedhje, atëherë ta shojmë ku puna del kjo kokëfortësi. Nëse ju jeni kokëfort, po të regomi kokëfort edhe ne... Duke shkelur kushtetutën. Drejt, tash, kjo shkelja kushtetutës është diskutabile. Jo loje. Pse është diskutabile? Sepse, sikur të më kishe pyet para një jave, kisha thonë arsim o shkelje kushtetutës ande këndej. Tash që u shkel kushtetuta? Tash nuk thamë për një arsyet vetme, sepse pse s'po shkojnë gjykatë kushtetuse. Pse me shku në gjykatë kushtetuse? Me thonë gjykatës kushtetuse, shikoje që të vendimin të hana. Gjykata, gjykatës qaran shumë albatros. Tash po flasë jurist. Nuk është ashtu. Pse nuk është? Nëse e lexojmë, Arsim, bile regjia dje e kena pas... Po e qartë, nëse e lexojmë vendimin e gjykatës... Edhe për shikusit... Jo, s'ka nevojë, se e di ku buton me dojë. Vendimi i gjykatës kushtetuse është i qartë, në mendimin tim. Po. Kuvendi duhet konstituohet 30 ditë nga data e certifikimit të zgjedhjeve. Ky është interpretimi bazik që i bëhet arsim këtij gjykimi. S'ka nevojë se këtu jemi. Po, unë po pajtohem me këtë pjesë. Gjykata e ka thënë, duhet konstituohet 30 ditë nga data e certifikimit rezultateve. Po. Por, unë këtë tash do të them diçka që gjykata kushtetuese fatkeqësisht e ne që peko ose Enver Hasanit më shumë ka kriju probleme se sa që ka zgjidhur. Jo, pëse shumë e thjeshtë. Jo, nuk është nuk ka mi kuptu. Jo, Arsim. Bile edhe PDK-ja se i ka bërë... Atëherë kotë është e mëbet, sepse... Jo, kotë është Arsim. Nuk ka gabim nëse nuk ka ndëshkim. Nëse ndodh X-i, në vitin e parë në shkollë juridike, fakultet juridike mësohet. Kur ndodh X-i, si pasoj është Y-i. Nuk mund të thuash ti, kuvendi duhet konstituohet mërna 30 dite... Ti thot qërë, ti thot kushtetuta. Brenda 30 ditësh. Dëgjo, Arsim, nuk mund të thuash ti, kuvendi duhet konstituohet mërna 30 dite, edhe njëjtën kohë mas me tregu që kam do, nëse kalohet afati për 30 ditë. E vërtejt, edhe kjo gjabit. Edhe tash, kjo situatë absurde
është gjykata, se tash Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka dalë me ato, duhet m'ja bë, mi shku mi thonë, kushtetuta u shkel, vendimi ju shkel me 2 këmbë, por, çka me bë tash? A nuk do të që kjo, kur po thotë, duhet të konsiderohet? Jo, nuk ka dëgjo, nëse nuk ka sankcion, nëse nuk ka sankcion, nuk ka gabim. Gabimi ka kuptim vetëm nëse tregohet sanksioni. Çka nëse nuk... Përzgjedhja presidentit shkon në 3 raunde, nëse rastin e 3 shkohet zgjedhje. Dhe sharon shumë mirë. Tash, nuk mund të thush ti, kuvendi duhet... Tash njerëzit janë në dilemë. A shkohet me automatizëm në zgjedhje, a e hupin mandatin këta deputet që janë edhe a duhet mi zavendësu, apo po rrimësu. Këta kanë zgjedhë me nejtë. Sepse, deputet e Partisë Demokratike Kosovës, Zotni Gruda, i cili është një jurist i mirë, nuk du me thonë pi matë mirëve, po është një jurist i mirë, e di shumë mirë që ekziston rreziku, që gjykata kushtetuese mundet me thonë, ja morri mandatin këtyne që janë, edhe pithirrim ata tjerë në listë. Sepse tash, gjykata mundet me thonë vetëm 3 gjona. Shkoj me automatizëm në zgjedhje, e reseton afatin i merë të tjerë nga lista, ose gjykata thotë rrini. Rrini desa t'ju përzën dikush. Kjo e treta s'mund të ndodhë. Që e dyta ko ka e mirë, se t'ja mësini shtyni që si mbo deputet, nështë e matë mirë se ka që janë. Kjo e dyta është një opcion real, sepse gjykata mund të bëjë o të parën, ti qaj veni në zgjedhje, o t'ja o marë mandatin këtyre, dhe ti ftoj ata të tjerë, edhe ta Zotni Gruta e di shumë mirë që mund të ndodhë kjo e dyta. Kjo është një punë me ne... veç Zotin Gruda dhe PDK-n, po i godet krejt deputet, për shumë Albin Kurti... Ama si duket, Albin Kurti nuk e ka problem këtë punë. Albin Kurti nuk do t'jetë deputet nëse... Nuk përndër që nuk e ka problem këtë punë. Ati a zgjidhi problem shumë të malë kjo çështje, sepse si thonë edhe deputet dhe kryeministër, do më thonë vinë disa të tjerë. Se ka problem kjo, se da ashtu, po vazhdon me qenë momentalisht duke shkelur në vendim të gjykatës. Jo, nuk ka shkelje nëse nuk ka sankcion, oj doshtër. Kuptoj këtë gjë. Nuk ka sankcion, sepse gjykata kushtetuese, kur i kemi pasur të situatat, kur ka thonë e ki shkel vendimin tim, qarta zi e ka tregu çka ndodh. Tash, desa gjykata kushtetuese nuk na tregon çka ndodh, sepse u shkel vendimi i vet, nuk jemi në një situatë ku secili është komod. Nuk e dia cilat gjykatë ka vendosur që paçule DK-ja, ma herët paçu pikërisht për çito. Edhe gjykata ka konstatuar që nuk mundesh ti me konë edhe deputet edhe... Ka qenë gjykata supreme, cila nuk ka kompetencë me interpretu kushtetutën. Do më thonë, ajo ka qenë një muhabet këtë, se qarë gjykata supreme... Së shku në gjykatë se dijen, pushtetit janë ndona. Ne një qasë kur gjykata... Së është para dite me shku në kuvend, mas dite me shku në qeveri. Gjykatat e faktit, dhe gjykata supreme është instanca fundit e gjykatave të faktit, interpreton ligjet. Edhe në momenti kur ti je, edhe kur je, në momenti kur merresh me çështje kushtetuese, çështja referohet gjykatë kushtetuese. Kjo është dhe një arsye pse ajo punë nuk u bën temë. Domethënë ajo është si ligj. Por si debat politik është legjitim. Si debat politik është dikush e beson, i ngrit emocionet, është legjitime. Të kthehemi te çështja kryesore. Gjykata kushtetuese sot e ka dhe mandatin ex officio. S'ka nevojë gjykata kushtetuese mi prit 10 deputet, me i shku, sepse gjykata kushtetuese është gardiani kushtetutës. Vërtet se këta diskutova sot gjatë ditës me do kolegë, domthon a ka një rol tjetër gjykata kushtetuese përpos me trajtu çato lëndë që i shkojnë. Ka mundet me trajtu dhe ex officio. Gjykata kushtetuese mundet me i prit partitë politike deri në fund kësaj jave. Edhe më thon këto s'po lëvizin. Hajde të lëvizim na. Atër lëvizim ne. Edhe gjykata kushtetuese mundet me shkruar një akt gjykim, një vendim ex officio, ku ju thot o shkohet me automatizëm në zgjedhje, dhanë edhe plotësohet norma kushtetuese, paqartësia. Se tash jemi në një situatë, jemi në një situatë të një vakumi ligjor. E vërtet. Don, jemi vakum ligjor. Kjo saktë është vakumi ligjor kushtetues. Edhe gjykata kushtetuese ex officio e plotëson këtë vakum. O na çon në zgjedhje direkt, o ja u merë mandatin këtyre deputetëve. Kjo e dyta në menimin tim është një zgjidhje interesante e cila deputetët e arshëm i ban me mendu. E ke parasysh që ti mush me fitu, se ka shumë deputetë që harxojnë pare, munde, gjithçka, domethënë voto për mua dhe në fund e u mandatin vjen ai tjetri i cili i ka marrë 500 vota edhe bëhet deputet. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, ta kemi qartë para disa vitësh kur deputetët nga lista e dytë
erdhen edhe e morën u bën deputet. Kur do gjen mandatet e këtyre. Ato partia akoma e kryjnë kokën për ato që ka ndodhur. Po, kështu që unë i bëj ftesë gjykatës kushtetuese, unë jam jurist i ri, që nuk ka nevojë të presin pafundësi për 10 nënshkrime, edhe mundën e guxojnë partitë as të opozitës me i çunë në kushtetues. Arsyeja pse partitë e opozitës nuk e çojnë është pikërisht ky skenari i dytë, që i frigohen mundësisë që gjykata kushtetuese ja u merr mandatet. Sepse për mua, gjykata kushtetuese mundet me vendosë për zgjidhjen e dytë, për arsye se s'po do mja plotësoni dëshirë lëvizjes vetëvendosje, për shkak se po dihet pak a shumë qëllimi që ka dhe lëvizja vetëvendosje, më shtyj afatet edhe me ofru 10 orë. Po mirë në rregull tash, nëse ti po do mi shtyj afatet, ky duan tash nëse nuk ka lëvizje për këtë 30 ditëshin, ku pe dim ne që janë edhe 30 ditë tjera. Në fund 30 ditëve, vetëvendosja mund me dalë me thonë, burra, si jemi të sigurt, pe vazhdojmë kështu, po rrim. Edhe që ka me bo? Dikush ka me shku të gjykata kushtetuese, ose gjykata duhet ex officio. Në mendimin tim, kjo e dyta, është një zgjidhje shumë e mundshme, për arsye se gjykata kushtetuese nuk ka prirje me çu vendin në zgjedhje. Me njëherë, nuk ka prirje. Sepse është një situatë ekstreme. Do të mja dhonë mundësinë kuvendit edhe mu kriju, do të mja dhonë mundësi vullnetit popullit të manifestohet. Edhe ekziston një mundësi reale që gjykata kushtetuese mund të thotë, me qenë se populli i Kosovës ka vullnetin për krijimin e institucioneve, edhe me qenë se këta deputetë certifikum kanë dështu në implementimin e vullnetit popullit Kosovës, mandati aty në ju merret, edhe shkon të tjerët në listë, këta të tjerët i kanë tash 30 ditë pej momentit certifikimit. Edhe e qartëson, nëse edhe në fund të atyre 30 ditëve nuk bëhet gjë, shkohet në zgjedhje. Kjo është një rrugë logjike, cilën partitë politike, zotni Gruda, edhe juristët e Lidhjes Demokratike, jam shumë i sigurt që e kanë analizuar këtë si mundësi reale. Prandaj edhe nuk po e dërgojnë për shkak se kanë frikë që i humbin mandatet. Njëna për arsyeve është kjo, që krijohet një situatë, do më thonë krijohet një situatë e cila faktikisht i nxjerr prej lojës, i ndryshon gjërat në thelbë dhe kur vjen muhabeti Albin Kurti aty nuk është që humb në gjë. Jo, humb edhe ai mandatin e deputetit. Po se ka fort problem, se Albin Kurti ashtu e kështu e humb mandatin kur bëhet kryeminist. Edhe deputet tjerë nga lëvizja vetvendose e votojnë Albin Kurti për kryeminist. Apo ndoshta Albin po i pëlqet që ke pozitë me kanë edhe deputet edhe kryeminist. Ja, absolutisht nuk ka të bëjë ajo me atë punë. Domethënë ai njeriu do me ushtru mandatin e vet, domethënë ai ka 110 deputet në listë nduket, dhe shumë lehtë mundet me i zavendësu 8-5-3, edhe ata 5-3 të tjerët do e votojnë përsëri Albin Kurtin për kryeministër, nuk ka që do votojnë për dikë tjetër. Po, veç na nuk e dim Po jam i sigurt për këta deputet tjerë nga parti tjera, a votojnë si u thot partia. Sepse ne e dim që në parti politike ka shumë hatërmbetje, ka shumë illnime, jo ma bane, jo të bane, jo mi vje dhe vote, jo s'mi vote. Ekziston shumë mundësi që ta deputet e ri që vinë nga parti tjera, edhe mund të bëhet ai kontrabandimi, në më thonë, merkato e deputetve, që të bëhen kalime, edhe mund ndodhe. Ndërkohë, në lëvizje vendosje kjo nuk ndodh, pra ata janë... Nuk ka gjasa teorike me ndodhë është forca. A është kjo një vlerësim për vetëvendosjen? Jo, po, kjo është avantazhi i partisë më të madhe. Apo një partije që nuk ka shumë demokraci? Ja, është avantazhi i partisë më të madhe, kur njerëzit do shumë deputetë e LDK-s për shembull që kundërshtojnë edhe kryetarin edhe domethënë e vlerësojmë për demokracinë e brendshme që ka ky subjekt politik. Sigur të ishte pozita e përmbysur, domethënë ku kryetari i partisë ka një pushtet faktik, ndryshojnë gjërat. Ndryshojnë gjërat. Kur je në opozitë, gjasat për demokracitë brendshme rriten dhe janë më të mëdha. Por në momentin kur vjen partia në pushtet, rriten kalkulimet, rriten gjërat, ka instrumente, domethënë shit që ndodh me Partinë Republikane të Trumpit, ai Trumpi më shot tavolinës dhe një parti i bindet, domethënë nuk është ky fenomen vetëm shqiptar. Po kuptoj, është edhe amerikan, kështu që le të pajtojmë. Jo, po këtë botën është kjo. Njerëzit kalkulojnë sipas interesit. Apo ndoshta me këto veprime që po i bën lëvizja, jo lëvizja vetëvendosje, por heshtja e partive opozitare. Janë të ronë në skenar të Albin Kurtit, që e thash pak ma herët, që këj po dhe me shku sërështë të 28 djetore, apo 29, po më duket po i bike, dita e zgjedhjeve që mundë. Unë mendoj që kjo është një mit për këtë gjë. Normal, do më thënë, si parti, nëse vëqë do shkojmë në zgjedhje, sikur unë të isha kryetari për partisë, nëse? Sikur unë të isha në vend Albin Kurtit,
Nëse vish do shkojmë zgjedhje, normal do shikoja ta përshtatja që shumë vjen mu më mirë. Por nuk është qëllimi me shku në zgjedhje. Unë mendoj që Albin Kurti e ka të qartë që njerëzit në Kosovë janë lodhë nga zgjedhjet. Duke që nuk pe ka të qartë. Je ka të qartë. Qa ka me bo mërë burajt? Po du me ndërzu pushtetin, nuk e ndërzu naj pushtetin, sepse jo mërë se populli Kosovës nuk ka thonë me nda pushtetin. Nuk ka thonë me nda pushtetin. Presidenti nuk ka pjesë e pushtetit. Presidenti o figurë mbi pushtetit. Nuk ka pjesë e pushtetit. Se këtu njerëzit këtë gjë, kjo është fiksioni, edhe mund të them mashtrimi më i madh që e bajnë së radhë parë Lidhja Demokratike e Kosovës, që e trajton presidentin si pushtet. Republika e Kosovës nuk i ka 4 pushtet. Republika e Kosovës i ka 3 pushtet. Edhe presidenti nuk ka pushtet i 4. Ani pse atëherë është aq e rëndësishme për lëvizjen vendvenduse? Është figurë mbi pushtetet. Pse është aq e rëndësishme për lëvizjen vendvenduse? Jepja LDK-s masi s'pas ka. Jo më burr, sepse mirën e çaty në popullit që tha sepse për një arsye, sepse nëse dhe unë mendoj që Albin Kurti nuk duhet me lëshu pen këtë pikë fare, zero, sepse nëse lëshon pen, kjo situatë do përsëritet çdo 5 vjet. Partit politike duhet ta kuptojnë që presidenti, nëse i kthehemi përsëri mas çdo 5 vjet, ne kalojmë nëpër të njëjtën traumë, nëpër të njëjtën gjë, kjo republikë shkon drejt dështimit. Na që 3 vjet jena në traumë. Jo, gabim është. Duhet partit politike ta pranojnë që presidenti duhet të jetë bipartit. Nuk kemi republikë prezidenciale. Duhet jetë mbi partit. Ne kemi shkru në kushtetu, se kam shkru unë. Edhe tash, çdo republikë nuk është me një herë në përputhje me vlerat që i deklaron. Ti shkru në diçka aty, kemi thonë, jemi shoqëri multietnike. Kush e ka llogarit kanë punë, jo gjua serbe, zyrtare, jo ande. I kemi shkru në kushtetut. Me kalimin e kohës, ato vlera janë kultivuar dhe janë rritë. Edhe tash vlera kryesore e kushtetutës tonë, ndër vlerat kryesore e kushtetutës tonë, është që presidenti duhet të jetë bipalit. Edhe tash ne, si shoqëni, duhet të insistojmë që partitë politike, presidenti mos ta bëjnë pjesë pazarit, që t'i vendoset një rregull, që unë menoj që kushtetuta e thot, ta thjesht po bën kishte s'pe thot, po të njëjtën kohë është ajo situata masi s'ka ndëshkim bën çka dush. Se kushtetutën kur pjo konvenon për respektojnë. Po ne në këtë rast duhet ta krijojmë një standard ne që partitë politike çdo 5 vjet mos ta bllokojnë vendin në kërkim të një figure politike për president, por ta kenë mision me zgjedh një figurë jo politike, ka mjaftueshëm ky vend. Ka mjaftueshëm ky vend figura jo politike. Domethënë njerëz të cilët kanë respekt të gjithë, domethënë ta krijojmë si vlerë në këtë punë, sikur mbreti i Anglisë që është për shembull ose a ki pati presidentin e Gjermanisë që përzihet në punë të qeverisë. Kush as e din kush është presidenti i Gjermanisë. As e din kush ose a di kush është presidenti i Italisë. Nuk e di kush. Domethënë, sepse nuk ka dilema kush e ka pushtetin ekzekutiv. Edhe tash tutë ne, edhe kjo ka ngel që nga koha e presidentit Rugova, i cili shënim e ka pas Republikën presidenciale, e ka pa veten si një president ose në model amerikan ose në model francez, por ne nuk jemi Republikë presidenciale. Kuptoj, veç e përmane presidentin Rugova, të kujtot kur e ka pas dhënë aleancës me 6% pas dhënë kryeministri. Ajo ka qenë një kohë tjetër. Gjithmonë ekziston një arsye për dikon. Ka qenë një kohë tjetër, edhe kalkulimi që e ka bërë presidenti Rugova në vitin 2004 ka pas 2 gjëra. E para, ai në asnjë mënyrë nuk ka dashur më të vazhdoj bashkëqeverisjen me PDK-n, sepse ka thënë që mandati i parë ishte një gjë që dua i bëj për ngritje të institucioneve. Që ishte gjitha partitë në një koalicion. Edhe ka pas aty eksperimente nga më të ndryshme. Edhe e dyta, është dashur që të pengohet materializimi i luftës civile. Mos ta harrojmë gjë që Kosova 99-2004 ka qenë një periudhë ku ato përplasjet kanë qenë shumë të mëdha, edhe koalicioni me aleancën i ka ullë tensionet, sidomos në rrafshin e Dugaxhinit, edhe i ka kontribu mund të them një pajtimi, i ka dhënë mundësi disa gjëra. Që tash nuk po e shumë këtë kontribut të Albin Kurtit. Po më të që Albin Kurtit tash, do jemi në vitin 2026, edhe ai nuk është
është të diskutu për temat mëdhoj, shkete sot të folë kur gjë hiq, a i s'po thot asnjë gjë. Kur me pysin gazetar, po thot flasim në herë. Pikërisht që to problem s'po ka ç'a thot? Jo, komponoj që ka ç'a thot, sepse ai po thot presidenti duhet të jetë mbi palët, edhe partitë tjera duhet të jetë interesin e tyne që partisë më të madhe t'ja pengojnë një president partijak, për kundrazi, thonë, okej, ta zgjej, po këta nuk e kanë problemin ta zgjedhim një president jo partijak. A i ka thonë Vlora Qitaku, nëse marrim pjesë në seancë, unë e respektoj Partinë Demokratike të Kosovës, sepse është e sinqert deklarime. E thotë si e menon. Një njeri, një person, një kush që i deklaron gjonat, unë nuk kam probleme me atë person. Është transparent kjo, ka dhënë, nëse ne e bëjmë kvorumin, këti ja mundsojmë edhe 4 vite tjera. Që në kupton, ne duhet ta bëjmë të pamundunën, që ky njeri mos mundet me qeverisë. Që është ambicie legjitime. Absolutisht. Edhe është gjëja ma normale që një parti politike mund të mësojë. Por, njëjtën kohë nuk mundesh me thonë Albin Kurti po do më na çon zgjedhje. Që PDK u deklaruan që në start ka thonë që ne do të qëndrojmë në opozitë. Po qëndrimi në opozitë në kupton që ti merr pjesë në procesin demokratik të vendit. Po du më dalë dikun tjetër. Ndërkohë LDK-ja u ofrua për të bashkëqeverisur me lëvizjen vetëvendosje, ndërkohë pas takimit në këto përpjekje për të bashkëqeverisur, kem deklarata të Albin Kurtit të cilat pra janë kundër LDK-s. Ja, sepse tash që thonë... Hajde negociojmë. Dhe me dalë të një konferencë për shtyp masa ti... Unë nuk e di që ka pas diçka kundër LDK-s, por tash mos të bëjmë këtu që thonë zëdhënësin e procesit, sepse ato me zatë janë bisedime konfidenciale, por s'pako në bazë asaj që flitet, të këto mund t'jenë spekulime, mund t'jenë gabime, se të vërtetën tamam e din vetëm Albin Kurti dhe Lumir Avdixhiku, se përndyshë dalën edhe të reagojnë ata, por flitet, s'pako nga deputetët e 2 palëve, kam marrë informacionin që në tavolin ka qenë Zavendës kryeministri, 4 ministri, lëvizja vetëvendose e ka ofruar edhe kryetarin e kuvendit, ndërsa Lëvizja Demokratike ka thënë nuk e dojmë kryetarin e kuvendit, është jo dinjitoze, e dojmë presidentin. Tash, unë mendoj ku ka më gjeneroze se sa ofertë më gjeneroze se kaq. Tash edhe ti... Se më paroni pozitë Zavendës kryeministri. Zavendës kryeministri, 4 ministri, Zavendës kryeministri, 4 ministri kryetari i kuvendit. Nëse kjo është e vërtetë, është konfirmu vetëm kryetari i kuvendit. E ka konfirmu Lidhja Demokratike. Kjo pjesa tjetër është mund të mos jetë e vërtetë. Unë mendoj që është e vërtetë, po mund të mos jetë e vërtetë. Tash ku ka më gjeneroze se kaq? Po, okej, partitë politike synojnë me marrë gjithnjë dhe ma tepër. Por, nuk mund është timi bloku tash negociatët, me thonë, unë du pa tjetër presidentin, sepse Albin Kurti e ka të qartë që ti e do presidentin për me kontrollu qeverin. Nuk pe do ti presidentin sepse po donë me kry funksionin kushtetues venit. Pse po i friksot Albin Kurti në presidenti që nuk është nën kontrolën e ti. Por nuk duhet tjetë edhe presidenti cili e ka për detyrë minajt mi kohë kryeministit se ka atë funksion. Kështu është, nuk e ka atë funksion. I ka disa funksion. Nuk e ka atë funksion. Ti po e minimizon rolin presidenti. Presidenti nuk mundet me përzi qeverisë ama bashkë në asnjë send vetëm heq. Vetëm funksion që e ka është me e kthy ligjin një herë. Mundet mbas mi pranu emërimet e ambasadorëve. Jo, mundet presidenti mja cënderot datën e zgjedhjes çfarë kanë vendosur. Në rregull, është funksion kushtetues, ajo si intereson qeverisë. Jo, e ka kuptuar se rëndësishëm. Data e zgjedhjeve e ka kuptuar se rëndësishëm është me pas presidentin tanë. Informash shumë ka edhe të tjerë plot. Në rregull, atëherë kjo është edhe një arsye më tepër me pas një president jo politik. Edhe një arsye më tepër. Domthon Zoja Osmani na dha shembullin e keq. Dash me këtë gjë. Kjo është një arsye më tepër që partitë tjera me insistuar një president jo politik. Nuk mundet tash Albin, tash duhet të jem pak brutal, kërkoj falje. Nuk mundet Albin Kurti me zgjidhë problemet e mendshme të LDK-s. Me bovjo sa Osmanin presidente, që Lumir Avdixhiku ta ketë më të lehtë, ose ta bëj Lumir Avdixhikun president, në mënyrë që Vjosa Osmani ta merr partinë më lehtë, ose të eliminohet njëri për këtyre dyve mi hapë rrugë dikuj tjetër, nuk është mund Albin Kurti mi zgjidhë problemet e mbrëmshme Lidhjes Demokratike të Kosovës. Albin Kurti është me shkatruar më shumë LDK-n që votues të saj me kë. Është që strategji legjitime politike me damtu rivalin që mi marr forcën politike me kthy ka vetja. Kjo është nuk ka shumë demokratike le të themi. Jo, është demokratike sepse mungesa e opozitës, domethënë te den çka shkakton. Mungesa e opozitës e krijon një situatë
kur do më thonë qënë, literatura nuk le këtu shumë hapësirë me menu, edhe praktika e thot njëjtën, kur akumulon të shumë pushtet, njerëzit të dalin rrugë, po nuk dalin partitë politike, dalin votues të tu. Që është në Shqipëri. Dalin votues të tu, nuk dalin partitë politike, se këto partitë politike, këto thojnë të dalin rruga, po këto nuk më mbledh as 50.000 vetë. Harroa 50.000 është shumë. Shumë. Por, kur të dalin votues të tu, njerëz të tu, atëherë ti ki problem. Edhe kështu që, për këtë arsye, unë mendoj që partitë politike duhet me marrë pjesë proceset demokratike të vendit, me shfrytzu rastin me më rikonsolidu. Mjalla mundësi në Albin Kurtit me qeverisë ose me kesh qeverisë 4 vjetë? Ja, po drejë, lelet këtë qeverisë. Po këtë qeverisë në dam të këti vendi? Po mirë, sikur këtë qeverisë në dam të këti vendi, i kishu zedit. Po, vërtet. I kishu zedit. Më dhënë, qytetarët nuk po pajtohen, kjo literatura e trajton kështu, Arsim, thot, aftësia e qeverisë për të kriju dam, është ma vogël se aftësia e qeverisë për të gjeneru besim të votuesi. Kur qeveria ka aftësinë më të madhe me prodhu dam e më pak besim, bje për pushtetit, se njerëzit të japin më votën. Kontrata e besimit që Albin Kurti e ka, edhe është e drejtë më thonë Albin Kurti, jo e Lëvizja Vetëvendosja, sepse kontrata është me Albin Kurti, kontrata është me Albin Kurti, nuk është me, jemi në shoqëri e tillë, lideriste, po kontrata që Albin Kurti e ka me popullin e Kosovës vazhdon të jetë fortë. Edhe tash partitë tjera duhet të konsolidohen, të merren me veten. Unë Partinë Demokratike Kosovës e tërësisht e amnistoj, sepse ata kanë një krizë ekzistenciale. Edhe pa u zgjidhur ajo krizë ekzistenciale, ti nuk mundesh edhe këtë strategjinë e shtymjes bojkotit, unë e kuptoj nëse ata presin që do kthehet, ashtu më tha që është Kadri Veseli, edhe kjo krijon një momentum të ri, mundet me sjell vota të reja, mund me kriju energji, është legjitime. Por kjo konsumohet në shtator, se në shtator merret vesh ka shkojmë dhe s'ka. Po këto parti tjera nuk i kuptoj, domethënë me thon drejt, ose sikur nuk e kuptoj zojën timia Kadria që me atë vezën që me atë vonë që e gjujti. Falë, me ato vezë, disa vezë, jo një. Disa vezë. Pse se kupton? Se edhe tash kur i pyeta, kam përshtypjen që gjithë kanë kuptuar dhe kanë mirëprit një akt. Kur i pyeta disa miq që janë simpatizues të aleancës, edhe thash, po pse është mirë kjo punë, thamë, kështu ka bo dhe Albin Kurti, kur ka qenë... Jo, kështu s'ka bo Albin Kurti edhe ma keq. Po ndrevu, thash, cili vit ka qenë ajo punë, ka qenë kjo ma bet më shumë se 10 vjetë. Tjetra, sa vitën politika pas Lëvizja Vetëvendosë atëherë? Shumë pak. Tash, Lëvizja Vetëvendosë, e cila në ato vite ka qenë në adoleshencën e vetë politike, tash është maturu, është pjek, është kthyer në një parti institucionale, e cila e dënon dhunën, sjelljet fëminore, sjelljet kështu ande këndej, dhe partitë tradicionale që e kanë kriju këtë shtet, që kanë aksione në krijimin, ose mundet m'ja mohu askush aty muhabet, se deputetët që e kanë kriju këtë shtet kanë qenë të PDK-s, LDK-s, Aleancës, edhe në atë kohë LDD-s... Kallëzoj Lëvizjes Vetëvendosë, po thonë këta e kanë shkatruar. Po, në rregull, edhe tash kjo parti, në vitin 2026, po kthehet atje ku ka qenë Vetëvendosja. Kjo nuk është zhvillim, është regres. Domethënë, është regres. Domethënë, është regres. Unë nuk pajtohem me ato që këta e kanë shkatruar 20 vjet, unë nuk pajtohem. Unë thjesht them që sepse unë vetë, domethënë, mendoj që proceset deri në vitin 2015 e kanë pas një kohje të drejtë, logjike, thymja bëhet vitin 2015, në mendimin tim. Domethënë, edhe nëse shikon procesin historik, Lëvizja Vetëvendosje fiton fuqi pas 2015-s. Edhe kemi një vetëvendosje tjetër me kauza tjera para 2015-s, një vetëvendosje tjetër pas 2015-s, që është normale, sepse partitë politike zhvillohen, njerëzit ndryshojnë, njeriu nuk është mur mas me lëviz, vetëm muret nuk lëvizin ose shama. Unë të falenderoj shumë që ishe sot në emisionin frontal. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit e ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këto po japim fond për sot.